Ndërkohë, para sa të nis me emisionin e problemit për quajtur çmimeve dhe banesave, kam një raportim të shkurtër, një ngjarje tronditëse që ndodhi dje, një makinë përplasi 3 fëmijë që ishin duke lëvizur me monopatin në rrugët e Tiranës. Fakt, problemi i monopatinave po kthehet në një problem të jetë shqetësues për qytetin, për shoferët, por mbi të gjitha për sigurinë e vetë përdoruzve të tyre. Çfarë ka ndodhur në rastin konkret dhe mbi të gjitha si do të marrë zgjidhje kjo çështje që sigurisht thash mbetet një nga pikat e nxehta të qarkullimit të brendshëm, pra urban të Tiranës. Kam Merin Maçin për një raportim shkurtër. Merin, mirë mbrëma, mirë se ka ardhur. Mirë se erdhe. Merin, ngjarja ishte dramatike, në momentin e parë u raportua dhe për viktima, më pas çfarë ka ndodhur? Atëherë, aksidenti ka ndodhur rreth orës 10:47 në afërsi të urës njohur si ura e ish Hotel Dajtit, ku një automjet ka përplasur 2 monopatina ku lëviznin 3 të rinj dhe konkretisht 3 të mitur të moshës 9, 11 dhe 12 vjeç. Njëri prej tyre ka qenë në gjendje të rënduar dhe kjo ka bërë që në momentet e para të ngjarjes qytetarët mendonin që kishte humbur jetën për shkak të prezencës së gjakut në vendin ku ka ndodhur ngjarja, por edhe dëmtimeve të shumta që Për momentin është jashtë rrezikut për jetën? Ai është ende në gjendje të rënduar shëndetësore, ndodhet në intubim për shkak të goditjeve të forta që ka marrë në kokë pasi ka qenë personi i cili ka marrë goditjen e parë, duke qenë se ka qenë pasagjer në një prej monopatinave dhe më pas një goditje tjetër e ka marrë në momentin që ka rënë në tokë. Ndërkohë 2 personat e tjerë, 2 të miturit e tjerë, kanë dëmtime të lehta në krah dhe në këmbë, po gjendja e tyre është e stabilizuar. Çfarë thanësh ka ndodhur? Kanë qenë me kapele mbrojtëse? Të 2 monopatinat dhe të 3 të miturit kanë qenë pa masa mbrojtëse dhe të paktën nga dinamika e ngjarjes, sensi i lëvizjes tyre ka qenë nga godina e kryeministrisë për në drejtim të Ministrisë së Brendshme dhe automjeti tip Renault ku udhtonte 41 vjeçari Ekrem Sikura ka qenë duke lëvizur nga xhamia e namazgjas për në drejtim të urës së ish bllokut dhe në momentin që ai ka kaluar semaforin, shpejtësia të paktën sipas ekspertizës ka qenë disi më lart se norma e lejuar për shkak se ka nxituar për të kapur semaforin jeshil dhe të paktën nga kqyra paraprake e kamerave është futur në momentin që semafori sapo ka ndezur ngjyrën portokalli. Ndërkohë, sa i takon 3 të miturve, të 3 ato dyshohet se kanë lëvizur me semafor të kuq. Kjo është edhe problematika blendi që haset nga përdoruesit e monopatinave, për shkak se pjesa më e madhe e tyre e konsiderojnë sjelljen në rrugë si sjellje të një kombësori, por nuk është e tillë. Po, shohin nëse ka makina jo pavarësisht nëse është i kuq. Dhe të paktën lëvizja e tyre koordinohet me lëvizjen e kombësorëve, por që shpesh herë ka dhe përplasje të tilla ku njëri semafor tregon kalimin për automjetën, ndërkohë semafori tjetër është për kombësorët, por gjithmonë duke kontrolluar rrugën dhe duke përdorur edhe sinjalistikën rrugore si në këtë rast. A ke kontaktuar me policinë për te detajeve, se ne nuk i hyjmë dot gjithë detajeve të ngjarjes, çfarë do ndodhi? Do ketë një rregullim për monopatinat? Sa i takon ligjit që rregullon apo ndëshkon të gjithë përdoruesit e monopatinave, ka një vakum ligjor në kodin rrugor, për shkak se trajtimi që i bëhet shkeljeve të përdoruesve të monopatinave gjithmonë i referohet kodit rrugor dhe nenit që specifikon të gjitha problematikat apo shkeljet që vinë nga bicikletat. Atëherë monopatinat deri në 25 km/h klasifikohen si mjete me dy rrota, në këtë rast si bicikletat. Po kaloj 25 km/h bëhet makinë monopatin? Kategorizohet si motomjet, pra si motor. Edhe deri në 25 km/h masat administrative të parashikuara nga kodi rrugor janë nga 250 deri në 1000 lekë të rinj. Por problematika është tek vjelja e masave administrative dhe të vendosja. Nuk kanë një numër unik, nuk kanë një targ ku i referohet punojësi i policisë dhe në këto raste vendosja apo ndëshkimi i gjithë përdoruesve të monopatinat lëvizin në korsinë e bicikletave. Lëvizin në korsinë e bicikletave, por problemi është se pjesa më e madhe e tyre i thyen këto rregulla, nuk lëvizin në korsinë e bicikletave dhe nuk respektojnë semaforët. Nga ana tjetër blendi ka dhe një problematik që shtimi i përdorimit të tyre ka rritur aksidentet dhe kjo është kthyer në një problem jo vetëm për policinë, por edhe për bluzat e bardha, në këtë rast stafet mjekësor. Ka në një rast konkret si mund zgjidhet, si kanë zgjidhur vendet shtetet që kanë kurzuar monopatina, Franca, Malta, Finlanda, Australia, pra vetëm zona e Melbourne, Irlanda, Britania e Madhe, Malezia.
duhet i Përfshirë dhe nisë nga Singapore. organi kompetent, Policia e Shtetit, por dhe Ministria e Brendshme për të futur ndëshkimet për monopatinat, por dhe të gjithë specifikimet e saj qoftë për moshën që e përdor, pasi pjesa më e madhe e përdoruesve janë edhe nën moshë, pra janë minoren, ku ligji për ta është më lehtësuar dhe në këto raste ndëshkimi bëhet personave të cilët kanë prindër. Ndërkohë që nga ana tjetër ka edhe një specifikim të rrugës apo sinjalistikës që ato duhet përdorin. Shenjat dalluese, por dhe të gjithë sinjalistikat e tjera siç kanë motomjetet apo edhe biçikletat. Është për tu Kush merret? Policia, bashkia, kush merret? Policia rrugore e ka detyrë eksplicite të saj dhe kodin kush e ka? Dhe kodi rrugor është me propozim të Policisë Shtetit, por edhe të Ministrisë Brendshme, që më pas duhet hedhur për ndryshime ligjore. Por krahas aksidenteve dhe problematikave që shkaktojnë në rrugët e qytetit, monopatinat kohët e fundit janë kthyer edhe një mjet që përdoret edhe nga grupet kriminale. Në vitin e shkuar... Si mo, ikin kriminale me monopatin? Jo, kanë përdorur për këqyrjen e personave të cilët kanë objektiv për t'i goditur në atentate apo për t'i vëzhguar, por edhe për vendosjen e lëndëve eksplozive dhe janë raste konkrete që janë regjistruar në kryeqytet. Po tash, megjithëse s'kan lidhje, këta e kanë mbushur një nga rrugët e Shqipërisë me 65 shenja rrugore të letë vendosin ose të gjejnë të ndryshimet në kodë. Shenja rrugore kanë për gjithë, por më sa duket për monopatinat nuk ka, të paktën duhet ketë fushata sensibilizuese për mënyrën se si ti përdoren. Nuk besoj se zgjidh me fushatë sensibilizuese, po do një zgjidhje e cila natyrisht do të duhet marrë praktika më e mirë ndërkombëtare, se ne nuk kemi pse shpikim rregulla siç ndodh zakonisht në Shqipëri. Një prej praktikave më të mira që të marrë zgjidhje sepse është realisht një shqetësim në radhë parë për jetën e atyre që lëvizin, sepse ajo është më e rëndësishme se gjithçka, më pas për shoferët, për qytetin, por edhe për këmbësorët. Po përplasemi me monopatin që ecën mbi 25 km/h është rrezik edhe ai. Pjesa më e madhe e tyre limitin e shpejtësisë e kanë 40 km/h, që është një shpejtësi e konsiderueshme. 40 km është shpejtësi makine. Sipas drejtorisë së rrugëve unë duhet eci me 10 km/h në gjysmën e rrugëve të Shqipërisë, monopatina ecën me 40. Shumë se 30 km/h. 30 km/h. Monopatinat ecën me 40. Merin, faleminderit më pas. Nuk kisha Merin Maçin.